në qoftë se PPS-inda nuk mund të thuhet thjesht po një dëshmitar ka thënë të vërtetë për këtë, nuk mund të thuhet e kundërta që është provuar që ato po gënjejnë. Nëse nuk mund të mbështetesh në këto dëshmitar, atëherë nuk mund të thuash që janë të mbështetshëm. Nuk mund të arrish në konkluzionin që është provuar. Dhe vetëm përmes provave mund të provohet një gjë. Prokuroria duhet të sjellë prova të tjera. Megjithatë këto janë mbështetur në këto dëshmitar. E keni parë këtë? E keni parë që janë mbështetur në Çadrakun për të thënë që klienti im ka qenë edhe drejtuesi i të gjitha njësive të inteligjencës. A është kjo e vërteta? Vetëm për shkak se nuk përshtatet me argumentet e tyre, kjo është një argument i dyshimit i cili duhet hedhur poshtë. Ato thonë që në qoftë se PPS-inda nuk mund të shfrytëzohet, atëherë të kthehemi te P709. Zoti Tigër e përmendi këtë. Ai përmendi referencën ndaj Shef Lulit. Dhe ekziston edhe një dokument tjetër i ngjashëm P186, i cili nuk e ka këtë referencë të shkruar me shkrimdore, ku përmendet Shef Luli, është datës 18 gusht. Prokuroria asnjëherë nuk e ka sqaruar se për çfarë bëhet fjalë. Të ndërrogjë ka ju keni dëshminë e zotit Çadraku lidhur me këtë çështje, që ka thënë që nuk e ka parë më parë P709, që P186 e ka dërguar dhe është ajo që nuk e ka të shkruar Shef Luli në këtë dokument. Këtë ka dërguar komandanti i zonës dhe nuk ka ekzistuar raportimi paralel dhe nuk mund të hidhet poshtë. Prokuroria ka barrën për të provuar për të dyshimit të arsyeshëm këtë gjë. ZPS-ja nuk ka arritur që të provojë që ka ekzistuar standardi kriminal që përmend për 709. Ajo është siç ka ndodhur nësë është dërguar, është marrë, kishte të bënte kjo me zotin Veseli apo jo, e ka marrë apo e ka parë këtë, dhe një gjë të ngjishme me këtë. Me sa dim ne, apo të ishte reale, mund të ishte dërguar atij dhe mund të kishte qenë gabime, mund të kishte thënë që s'është për mua, nuk jam gëdyshi, nuk jam inteligjenca, i dërgoja dikujt tjetër. Të gjitha këto çështje do duheshin eksploruar. Nuk na takon neve që të provojmë këto gjërat. Ato duhet ta bëjmë këtë me të gjitha deduksionet që kanë nxjerrë. Dhe nuk kanë bërë një gjë të tillë. Megjithatë këtë, ZPS-ja nuk ka provuar që zoti Veseli të ka qenë si shefi i shikut në vitin 1999 të merrem me çështje të transferimeve nga një zonë tjetër në UÇK. Edhe nëse ka qenë në funksionim në atë kohë, nuk ka absolutisht asnjë provë që ta mbështesë këtë pretendim.